si profesor i kësaj lënde, a ka mos i më spjegoni, ju mendoni se ka pas të djathtë në Shqipëri dhe a shkrijuar djathtë në Shqipëri, sidomos kur bëhet fjalë mas komunizmit me 90-ën, që është partia komuniste, mirë ata se një komunist kishte kry, Partia Demokratike që pretendon se përfaqëson të djathtë në Shqipëri. Atëherë unë do merrem do 30 vite djathtës, nuk do me periudhën para komuniste, sepse kam pikpamje krejt tjetër. Shqipëria ka pasur një elitë shumë dinjitoze, që ka marrë përsipër që nga të paktën që nga kryengritja e Tanzimatit të merrte fatet e vendit në dorë për të pavarësuar dhe për të krijuar një shtet shqiptar. Kemi lidhjen e Prizrenit, një përpjekje shumë e madhe, disa kryengritje të tjera, derisa arritën pikun me 1912. Po kanë lidhje me të djathtë këtu? Meqenëse pyetës kemi pas elitë, po them që kemi pas një elitë, po dakord, po tjetër, nëse kanë qenë familje të mëdha, kanë qenë familje pronarësh, kanë qenë familje patriotësh, kanë qenë familje të edukuara, të shkolluara. Unë do të them vetëm një fakt sot. Nuk po flas për familjen time. Po flas për familjen e bashortes time, e cila është një nga mbesat e Mehmet Pash Dëradhës. Një nga familjet më të shquara të Maqedonisë Veriut, pjesën shqiptare, që kanë shkrirë pasurinë, kanë dhënë jetën për të vend. Dhe janë me dhjetra firmtar të pavarësisë apo njerëz që kanë luftuar për shkollat shqipe, për alfabetin e manastirit, me shumë ngjarje. Dhe këta kanë qenë nacionalizëm më tepër. Jo, kjo është patriotizmi, kjo është e djathtë. Nëse duam të flasim patriot. Nëse flasim për ta, nëse flasim për ca xhepista sotëm, edhe të majtë djathtë, unë them që nuk ka të majtë djathtë sot në Shqipëri. Dhe kjo vlen për të dy palët. Mund të them të majtë, por me që pyet për djathtën, unë mund të them që djathta shqiptare mas 90-s ka qenë e djathtë që ka ecur në destabilitet dhe në të kurrje dhe zgjerime shumë të forta. Sot jemi në krizën e dytë të madhe të djathtës mas vitit 97, biles kjo është dhe më e rëndë sa ajo. Se sot nuk ka asnjë alibi për çmontimin e PD-s nga një parti e madhe, një parti që duhet ta përfaqësonte djathtën në një bunker personal të njeriu. Pra sot jemi në fazë degenerative të PD-s si e djathta madhe. Dhe prandaj kanë lidhur dhe djathtat e reja. Falë që po të pres, a ka apliku apo ka të djathtën, ose paktën si element politik dhe ekonomik e Partia Demokratike? Partia Demokratike ka pasur, edhe sot ka element të djathtës, natyrisht. Unë nuk jam një listë nga natyra, por janë të çrregullta dhe mbi të gjitha janë më shumë demagogji se sa po themi praktik. Do të marr disa raste. Në vitin 92 e gjithë përpjekja e PD-s për të ushiruar Shqipërinë nga komunizmi, për të shkuar te prona private, tek ndarja e pushteteve, te një regjim kushtetues, ja ta mbaroj. Tek parlamenti që kontrollon qeverinë, pavarësisht si degradoi deri në 97-ën, ishte një përpjekje e djathtë, e qartë për të shkëputur nga një diktaturë, për shkuar te një sistemi të lutem ta mbaroj. Kur më thoni, vazhdo, kur më thoni që përpjekja e Partisë Demokratike për të shkëputur nga komunizmi, për të shkëputur Shqipërinë nga komunizmi, patjetër. Tani ku me komunista në kry dhe me me njerëz që vishin nga regjimi, nga Partia Komuniste, nga sigurimi i shtetit. Leka Toto nuk ka qenë komunist. Leka Meksi nuk kanë qenë komunist. Po i pas se po thua njerëzit. Pra PD ka pasur gjitha ngjyrat brenda. Apo Hasan Ali apo Burra Recep Buka. Nuk ka qenë kurrë majt. Njeri me formim të qartë të djathtë dhe profesionist shumë i mirë. Ka pas njerëz nga majta. Fatkeqësisht po.